Skandali seksual nëpërmet me një fëmitur 16 vjeçare ka shkaktuar tërmet në radhët e policisë së qarkut Gjirokastër. Shefi i krimeve në komisariatin e Përmetit, Durimçenko, është pezulluar nga posti pas publikimit të videove ku protagonistë rezultojnë policët Pajtim Baka dhe Artur Ago, i fundit i filmuar duke kryer veprime të turpshme me fëmiturën. Zyrtarisht mësohet se lidhur me këtë skandal, Drejtoria Vendore e Policisë së Gjirokastrës ka pezulluar nga detyra shefin e krimeve të Përmetit, Durimçenko, dhe ka nisur hetim disiplinor ndaj tij për shkelje të rëndë disiplinore në bazë të ligjit nr. 82/2024 për Policinë e Shtetit. Këto shkelje konsiderohen me pasoja të rënda. Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit përmes Drejtorisë së Standardeve Profesionale ka vendosur pezullimin e Çenkos deri në përfundim të hetimit disiplinor. Për të gjithë punonjësit e policisë, të dyshuar si të implikuar, përfshirë dhe Çenkon, strukturat e Drejtorisë Rajonale të AMP Vlorë Gjirokastër janë vënë në dieni. Ndërkohë, gjykata e shkallës së parë në Gjirokastër ka caktuar masën e sigurisë arrest me burg pa afat për Pajtim Bakën, kolegun e Durimçenkos, ndërsa polici tjetër i komisariatit të Tepelenës Artur Ago është pallur në kërkim.